Nëse e thoshe po, ti thoshe shokëve e rregullova këtë. Është vjola se s'ma thua doci. Jo, ishte vërtet kështu. Jo, vërtet. Batuta ishte kjo. Ajo ishte tjetër gjë, pastaj ajo ishte mos shko këtë deri ajo, po. Nuk është seksual më. Jo, është. Okay. Jo, është vërtet kështu. Nëse e thoshte po për shembull, ti thoshe e kam rregullu këtë. Okej. Ti rregullosh në njonën. Edhe batuta ishte, "Ama kjo e kam rregullu atë." Po dhe e ka rregullu kë. Ose po atë e ka kë. Çfarë Po unë jam kurioze për atë monologun që i bëja, që thoshte ajo e rregullove. Ishte kështu më ishin kryesisht ishin batuta librash. Po ishin batuta librash më që kishim ne kështu. Unë për ty vdes ose ku di unë. Po kur thoshin nga këto batuta që i çoshim me letra për shkakun që fryu era nga përjashtë tundit me kortolinat ka qenë vënditshme, vërtet. Pa bukur ishte kështu me këta njerëzit që donin të shiteshin ndryshe nga çishin. Ka bjerë regjisorit në shkollave të mesme atëherë dhe vishin këta çunat kështu që deshin me rregullu në njonë. Se që ishte batuta. Edhe kishin qef në një dhe si të bëjnë dhe vinda i për shumë dhe shitesh regjisor. Edhe i thoshe çfarë di them, i thoshe on 3 gjëra. Kujdes kantilenën, kujdes këtë. Edhe shkon ai edhe i ngatrove fjalët. Se nuk futemi dot më thellë, domethënë se njerëzit. Po ka qenë Tirana ka qenë e hapur, domethënë bësh dashuri ke liçenit. Kryesisht është po. Jo ka higjini që i themi ne. Jo ka higjini, po përgjithsisht e liçen. Se kemi pyetur. Kemi pyetur edhe një Tiranë tjetër, po s'na ka fol për atë gjë. Ja, se unë jam njëri edukuar, nuk ka lezet se më me filme. Ne themi atë, jo ka higjini nuk ko. Po interesante, goxha e qyteti hapur për ato kohë. Padyshim. Ndaj ka mbetur problem të liçenit. Domethënë te liçeni ishte gjithmonë. Ke liçeni ishte shumë e bukur. Te liçeni ti shkëmbeheshe gjithmonë me çifte të tjera, të cilat në Tiranë ishin të ndarë. Ishte në njëra për shkakun që Ti nga pjesa e ty të pëlqen edhe rruga është shumë krenare, vetë ti nuk i afrohesh dot. Pa pritur, shifshet nesër te liçeni. Dhe kishte shumë nga këto që ne e dinin. Njëri që ky është me këtë, ajo është me atë. Po Tirana vërtet që duke qenë qytet i madh, qytet me shumë student. Shumë student, Tirana kishte teatr, kishte 2-3 teatra që ishte bërë dhe tjerë. Teatr kishte 13 kinema, kishte opera, kishte estradë, kishte biblioteka. Në çdo lagje kishte biblioteka kombëtare, ishte futi nuk gjeje vend. Domethënë edhe për të marrë libra, edhe për të lexuar. Tirana ishte qytet gjithmonë në lëvizje. Edhe kishte jetë. Tirana kishte shumë jetë. Ju kemi të shkujtoni. Nëse doni ne jemi shumë të vakët në gjërat që mund të kujtojmë. Nëse doni t'ju them të vërtetën, ne kemi vërtet shumë gjëra për të kujtuar. Unë kam kujtime shumë mirë, siç kemi edhe mangësira shumë mëdha që ju sot i keni, nuk diskutohet. Po unë besoj që brenda varfërisë që kishte, brenda rrezikut, brenda censurës, brenda ndalimit policor, çdo gjë që ne bënim dhe ishte e ndaluar, të jepte një kënaqësi disa fish më të madhe. Duket se ashtu është gjithmonë, gjërat e ndaluara shihen më shumë. Padyshim. Ndërsa tani duket sikur kemi një tepri lirie me të cilën s'dim çfarë të bëjmë. Na morën nga nguata. Jo vetëm aq. Po e kemi kthyer në një lëndë me herë të keqe dhe e hedhim njëri tjetrin në fytyrë. Kjo është fatkeqësisht. Ta abuzosh me lirin. Ky është një problem. Me sa duket ne ishim unë ishim pa përgatitur për lirin. Kam xhiruar për para disa vitesh një film dokumentar që quhet Pavarësia për identitet, dhe në atë kohë shtroja pyetjen, do të flasim për vitin 2002, jo se unë jam një vizionar kështu po. Shtroja pyetjen nëse raportet që kemi ne me lirinë dhe me pavarësinë. Okej, këtu u shpall i ndaluar asërton. Pyetja ishte e morëm ne pavarësinë apo nuk e morëm? Nëse morëm e meritonim apo se meritonim? Nëse e morëm, ditëm ta përdorim atë? A mund të flasim sot për pavarësi apo mos duhet folur për identitet? Të gjitha këto
pyetje, ne kemi pa përgjigje. Ne nuk e kemi përpunuar historinë tonë. Ne nuk kemi përpunuar problemet. Tek ne brenda vetes flen energji urrëtit pa tretura. Ne bërtasim nga xhami i maqinës pas edhe unë. Ne jemi gati të rrihemi me çdo njeri që na zë rrugën. Ne vritemi për parkingun. Absurde, totalisht absurde. Ja, këto janë trauma. Energji janë trauma, janë energji. Që ti nuk vritesh realisht thjesht për parkingun, po ke një traumë, një frustrim të madh brenda vetes. Je frustruar Përpara 2 ditës, është situatë shumë e freskët. Duke hyrë në lagje, isha me ato shoqet e mia po ecnim. Ishte bërë pak trafik aty, se me sa duket orari pas ditës. I shkreti kishte ndaluar me blokazh 1 minutë. Nuk kishte as 1 minutë. Do futej në lagje tjetri. I doli e vrau. Hape rrugën, kam 1 orë që pres këtu tani. 1 orë, nuk e se pamni që ke vetëm 1 minutë. Po nuk është e nevojshme që të bërtasim kaq shumë dhe realisht pyes veten nga na vjen gjithë kjo energjitë pa tretura të urrëties që kemi pasur. Vërtet. Edhe ato janë të trashëgueshme. Ne, do të thënë, ne rrahim fëmijët. A ju kujtojnë këta të hujt, ata ju kujtojnë refugjatët tanë që sjellin, vinë turistë vetëm me rraf kalamajt këtu? Po. Se atje ja marrin kalamajt. Vinë verë me rraf kalamajt. Sa të vemi deri në Shqipëri, tregoj unë, duro. Tregoj unë sa të mirë. Ne stresat e marginalizuar, ne njerëzit me ngjyrë. Domethënë ne jemi në vetvete kështu nacionalist. Edhe po edhe kam përshtypjen që edhe këtë se kuptojmë. Edhe këtë se kuptojmë tamam. Jo, nuk jemi në fakt nacionalist nuk është fraza e patriot. Turbo folklorist. Patriot nuk e njohim, patriotizmin nuk e njohim ne. A doni t'ju them cilët janë patriot? Kush janë patriot? Nëse më jepni ca minuta ju. Patjetër, sa duash. Në vitet që punoja gazetar në Gjermani, erdhi një nga miqtë e mi, sot nga më të njohurit në Shqipëri, edhe për ne disa ditë. Dhe unë këta miqtë e mi që ishin, unë i quajt Republikës Letrave, siç thot Poradezi, i çoja natyrisht nuk i çoja nëpër dyqane me ble, po i çoja nëpër muze, libraria, teatr. Afër meje aty ku jetoja ishte shtëpia e Schillerit në Marbach të Gjermanisë. Edhe biblioteka kombëtare e Gjermanisë, po është një qytet i vogël, disi si Gjirokastra ose si Berati me ca rrugë kështu. Dhe diku kishim qenë, me sa duket ishim vonuar pak dhe nuk arritëm në orën 6 dhe arritëm, si më thonë, gjysmë ore përpara ose 3/4 ore përpara. Aty ai qyteti është shumë i vogël, nuk ka parkim. Dhe unë shumë i gëzuar gjej një vend parkimi bosh. Edhe shumë i gëzuar, futem, parkoj makinën, edhe dalim. Hapet një dritare lart, dhe del njëri dhe na shef ne. Unë përgjithsisht kam qejf të rri kështu. Unë rrin çik si koçi, më thon këtu në Shqipëri. Unë kështu visha me kollare aty. Edhe ishte njëri i veshur me kollare, me pallto, me kështu edhe një tjetër po ashtu. Dhe fillon ai të bërtas, mirë po duke pika e tij ishte e tillë që ai nuk i shifte targat e makinës që ishin të njëjtë zonë. Makina ishte relativisht e mirë. Dhe fillon me një gjermanishte që unë me zi e kuptova, edhe pak e dija gjuhën, ishte një dialekt, ato zhvabët e kanë të tmerrshme edhe sot se do. Dhe di vetëm edhe hiqe makinën tha se thira policin. Ishte policaj, flasin ato kështu, edhe unë e kuptova fjalën e saj. Dhe i them, "Okej, në rregull." Më shorim. Edhe kthehem. Kur kthehem për të hapur makinën, ai me sa duket e mendoi, njohë aksentin tim. Dhe më thot, "Ku po shkoni?" I thash unë, "Te shtëpia e Schillerit." Lëre makinën këtu. Dytë huaj kishin ardhur të vizitonin Schillerin, me të cilit ai identifikohej. Ai që të thriste policin, kur pa që ne do shikonin shtëpinë e Schillerit, që ishte krenania e tij si gjerman, ta lëre këtu makinë. Ky është patriotizëm. Është vogël, s'ka nevojë se nuk bëhet me kështu patriotizëm. E vogël, po ky tregon patriotizëm. Qofse i paguan taksat, ose dert për. Se këtë shenjën kemi filluar ta
patriotizmi. Abuzojmë. Inflacioni i madh. Po se ne jemi patriot Facebooku. E vërtet, po. Turbo folklorist. Turbo. Kështu që Unë them flasim për Dean tani. Jemi vetëm pak të falem. Jemi vetëm pak ditë përpara nisjes së DEA International Film Festival apo jo? Po, DEA po. Në edicionin e 13. Në edicionin e 13. Kaq shumë vite. Si? Pa jam më kështu me shumë dashuri për filmin. Jo vetëm nga unë. Unë kam një staf të vogël që punon me mua, të gjithë punojnë for free, siç e thonë këta jashtme tash, të gjithë punojmë pa honorar. Falni. Mundohemi të gjejmë financime her pas here, domethënë për të mbuluar këto gjërat më utilitare që kemi, shpenzimet huaja etj. Kemi shumë vite që e bëjmë. Ka nisur nga unë për të identifikuar me diçka, se në atë kohë bëhet atë film thash me festival, pastaj mua më bashkua natyrisht do të bashkëshortja ime. Mirela, pastaj më vonë Ajola, një gocë unë kam pasur studente, tash e kam asistente dhe kolege shumë të mirë. Pastaj u afruan Genci tjetër. Ne jemi një grup që punojmë që bëjmë këtë festivalin, e bëjmë me shumë dëshirë. Kemi arritur në 13-ën, në çdo vit, domethënë 2 ditë përpara, domethënë nuk e bëj më se çmenda se. Është lodhje e madhe kam përshtypur, sidomos përgatitje. Është lodhje shumë e madhe, në Sarandë ishte më e lodhshme. Është lodhje shumë e madhe sepse ne nuk kemi infrastruktura dhe nuk kemi infrastruktura, nuk kemi edhe njerëz, nuk kemi edhe para, më thon drejtën, por nuk ka asgjë për të ankuar, mos keq kuptohemi. Njeriu nëse ankohet duhet ta lërë. Jo, ne bëjmë atë shumë. Gjithë po e lodhshme është, në drejtën sepse ka dhe një problem. Ne bëjmë atë, ai ka nisur open air dhe unë desha ta vazhdoja open air, se mund hyjmë në një sallë. Shumë. Besoj, unë shpresoj që e keni parë, ne e kurojmë atë në mënyrën më të mirë që mund të jetë e mundshme. Shpresoj që ju të keni ndaj foto dhe ta hidhni. Ne e kurojmë atë, domethënë i vendosim karriket e munguara, amfiteatrit të akademisë. I vendosim kurrike, kemi bërë klëfe, shtrojmë tapetet kuqe, kemi një ekran që ka ardhur nga Gjermania që është nga më të mirët, domethënë gjithçka çka ka festivali ne ndërtojmë. Nuk është aty. Kjo është pak e lodhshme. Do të zhvillohet pra tek amfiteatri i akademisë. Si çdo vit, zhvillohet akademia në amfiteatrin e akademisë. Është 5 ditë, 6 ditë, domethënë 1 deri me 5. Pra nga 1 qershor deri në 5 qershor. Sa filma? Deri në 5 qershor. Janë 7 filma të gjatë, janë rreth 42 filma të shkurtur, nëse nuk gaboj, apo 37-42 filma të shkurtur, edhe studentor. Pjesa e saj është Akademia DEA, të cilën ne e bëjmë prej shumë vitesh, që është e takimi i Akademisë të filmave, domethënë të filmit, Akademia e Prishtinës, Akademia e Tiranës, shpresoj se kemi një gjë të vogël me të Shkupi, dhe takohen dhe prezantojnë ofertat e tyre akademike, filmat, diskutojnë me njëri tjetrin, krijojnë networkun. Bukur. Unë besoj që kjo është një nga vlerat e DEA-s. Produksionet janë jo vetëm shqiptare apo jo? Edhe kur them shqiptare, kanë fjalë edhe për shqiptarët e Maqedonisë, të Kosovës. E vërteta është që nuk ka shumë produkte shqiptare, siç e dini shqiptarët punojnë për Oscarin, kështu që nuk para. Por unë uroj që ta ka produksione shumë. Cilat janë kriteret mbi cilat zgjidhen filmat që kriteret janë profesional, natyrisht duhet ta pranoj që ka dhe një lloj gjeopolitike, gjë që sigurisht jam i detyruar, kam marrë vende nga vendet e rajonit, kam marrë edhe në herë film që nuk ishte në nivelin më të mirë. E vërteta është që ka dy pjesë e curia. Në vitet e para, unë i zgjidhja të gjithë filmat në udhëtimet që bëja në festivalet nga këshillat e miqve. Edhe kishim sipas këtyre specialistëve të madh programin më të mirë të rajonit. Pastaj duke qenë vetë kineast, ti e kupton që e gjitha kjo nuk është shumë fair, sepse kishte shumë filma që aplikonin për të marrë pjesë, dhe ti në një farë mënyrë a priori i përjashtoje sepse merre filma të tjerë. Po. Kjo nuk ishte fair, gjë që unë duhet ta pranoj. Edhe që për asaj kohë ne kemi një ndarje, pothuajse 50-50 edhe shumë më shumë, që marrim një pjesë të filmave që aplikojnë, edhe nëse nuk janë në nivelin top të kinemas europiane, por ata janë filma të pranuar, dhe natyrisht zgjedhim edhe disa filma të tjerë që unë i marr nëpër festivale ose i propozojnë miqt, kolegët,
tanë të huaj, që janë të filmat shumë të mirë të Europës. Do të përgjithsisht ato janë çmime europiane, kanë kandidat për Nobel, besoj që për Nobel, për Oscar. Kemi pasur janë çmime në Berlinale, në Venecia, në Cannes. Kemi pasur filma shumë të mirë dhe kemi filma shumë të mirë, edhe si vjet po ashtu kemi një program shumë të mirë të filmit të gjatë. Dhe akoma më të mirë, besoj, kemi filmin e shkurtër dhe filmin studentor. Është për të çuditur se sa mirë janë filmat e huaj dhe filmat studentor. Janë jashtëzakonisht të mirë. Për fat nuk kemi nga tanët, duket kemi një vaj që ka, po studentët që studiojnë në film, kryesisht në Rusi, në Spanjë, në Amerikë, Francë, Gjermani, Iran, të jashtëzakonshëm filmit e Iranit. Irani ka kinema. Të jashtëzakonshëm. Ka kinema të mirë. Të jashtëzakonshëm filmat e tyre. Kështu që ne kemi një program shumë të mirë filma dhe unë do të isha shumë i gëzuar nëse rinia njerëzit e shijojnë. Nuk besoj se ka gjë më të mirë në mbrëmjet e Tiranës se sa të shohësh filma open air. Tirana është kështu e freskët. Vetëm të përdorësh ato të mushkonjave. Jo, ty të ne nuk e kemi, domethënë ne do ishim kujdesur për këto, po jo nuk ka. Aty te ne nuk e di se për çfarë. Ne kemi edhe presidencën, mos ka lidhje me të jo. Ose se ka asnjëri gjakun e ëmbël. Shikoni, mua më ka ndodhur një herë në fakt para 3-14 vitesh, më pickoi një mushkoj ngordhi. Dhe që atëherë nuk më pickojnë më për tjerët. Ajo ka qenë ultimatumi, prova e fundit. Për tjerët nuk e di se ç'bën. E më bëj për batuta këto të mushkonjave, po ne falenderojmë shumë që ishen Kino Tengsole dhe urojmë që ta kesh shijuar podcastin po kaq sa ne. Unë ju falenderoj, e kam shijuar vërtet. Nuk e di sa ju, po pak më shumë se ju besoj që kam. Unë nuk parashkoj shpesh, po sot ishin. Edhe ne unë paktën, po besoj edhe Viola, jo edhe me shijuam, po edhe mësuam gjëra. Mësova bananen, mësova për filmat, për kineman. Po unë shpresoj që ne t'ju përshëndesim në kinema. Me kënaqësi. Ajo do ishte gjëja më e mirë. Mirë, miq të Kinotekës, faleminderit që na ndoqët, na ndiqni në rrjetet tona sociale, në YouTube, në Instagram, në Spotify dhe siç ma themi shpeshherë, nëse na shihni në rrugët e Tiranës, mos harroni na përshëndesni. Deri të mërkurën e ardhshme, kalofshi sa më bukur. Mirupafshim.